Turizmi masiv në Greqi, kryebashkiaku grek Athina s'mund të jetë hotel gjigant. Në zemër të Athinës së lashtë, në rrugicat e ngushta dhe pranë monumenteve arkeologjik, grupet e turistëve janë kudo, duke ndjekur guidat mes turmave. Pamje të tilla dikur do të ishin mirëpritur nga autoritetet, por sot situata shihet ndryshe. Për kryebashkiakun Haris Doukas, fillimi i sezonit turistik po e çon qendrën historike drejt mbi ngarkesës, duke rrezikuar të mbas karakterin e saj. Athina nuk mund të funksionojë si një hotel gjigant, u shpreh ai, duke theksuar se duhen rregulla dhe kufizime për zhvillimin e qytetit dhe se vetë qytetet duhet të kenë fjalën e tyre në këtë proces. Vitin e kaluar më shumë se 8 milion turistë vizituan Athinën, një rekord për qytetin që jo shumë kohë më parë shihej thjesht si një ndalesë për në ishujt grek. Në zonën e plakës që ndodhet poshtë Akropolit, qëndrimet në apartamente me qira afatshkurtër janë më shumë se dyfishuar që prej vitit të 2018, sipas një studimi të porositur nga Bashkia. Autoritetet paralajmërojnë se koha për të vepruar është tani në mënyrë që Athina të mos bjerë viktime e suksesit të saj. Shenjat janë të dukshme, rritje forte e qirave që po detyron banorët të largohen dhe një infrastrukturë që po përballet me mbingarkesë. E gjithë Athina po hapet kantier për të përballur situatën, tha Doukas, duke përmendur ndërtimin e rrjeteve energjetike, ujësjellëse, kanalizimeve dhe teknologjisë 5G, kur ke 700.000 banor dhe 8 milion vizitor, presioni është i madh. Doukas mori detyrën në vitin 2024, pasi fitoi zgjedhjet me mbështetjen e partisë opozitare PASOK, me pretendimin për ta bërë qytetin më të gjelbërt. Sipas tij, rreth 3855 pemë janë mbjellë në qendrën historike gjatë mandatit të tij. Por me rritjen e turizmit, ai është përballur edhe me zhvillimin e pakontrolluar në zonat më të frekuentuara. Kryebashkiaku ka vënë në shënjestër kompanitë e ndërtimit që kërkojnë të ndërtojnë godina shumëkatëse pranë Akropolit, si dhe investitorë dhe sipërmarrës në sektorin turistik. Në fokus janë edhe lokalet dhe restorantet në Çati, shpesh pa licencë. Së fundmi ai ka paralajmëruar se do të përdorë një projekt ligj për përdorimin e tokës turistike për të kërkuar ndalimin total të aktiviteteve të reja në qendrën historike. Do të ndalojmë çdo investim turistik në plaka, nuk ka më vend, as për apartamente me qira afatshkurtër, as për hotele apo forma të tjera. Zona është e mbingarkuar, u shpreh Doukas. Është momenti të themi mjaft. Ai ka hedhur gjithashtu idenë për ngritjen e leve të ndërtimit për hotelet e reja në vijim të masave të marra nga qeveria për kufizimin e qirave afatshkurtra në zonat pranë Akropolit. Së fundmi ai ka marrë mbështetje edhe nga industria e hotelerisë. Kreu i shoqatës së hotelierëve, Evgenios Vasilikos, ka sugjeruar vendosjen e një kufiri për ndërtimin e hoteleve, duke përmendur si shembull Barcelonën, ku nuk jepen leje të reja që prej vitit 2017. Kur e gjithë qendra e Athinës po kthehet në një zonë hotelesh, nuk mund të jemi vetmi që e them këtë, u shpreh Doukas, duke shtuar se diskutimi tashmë ka nisur zyrtarisht dhe se Athina nuk duhet të kthehet në një tjetër Barcelonë. Ai përmendi edhe shembullin e kryebashkiakut Barcelonës, i cili ka njoftuar ndalimin e plotë të qirave fatshkurtra deri në 2028 si pjesë e përpjekjeve për ta bërë qytetin më të jetueshëm. Athina dhe Barcelona janë ndër 15 qytetet që i janë bashkuar një plan evropian për strehimin, duke i kërkuar Bashkimit Evropian masa të forta për të përballuar krizën. Sipas Doukas, problemi më i madh mbetet mungesa e banesave të përballueshme për qytetarët. Ne kemi krijuar një zyrë për strehim social për të identifikuar ndërtesa dhe apartamente që mund të rinovohen me fonde të BE-s, tha ai. Duam të inkurajojmë çiftet e reja të qëndrojnë në qendër. Ai shtoi se ndryshe nga qytetet që po mbushen me beton dhe rrokaqejt, Athina synon të krijojë më shumë hapësira publike, duke përfshirë edhe prishjen e ndërtesave për të ndërtuar parqe dhe kënde lojrash. Athina është për njerëzit e saj, nuk është vetëm për ata që duan ta shfrytëzojnë, përfundoi Doukas.